Qendra DPTI në bashkëpunim me 6 bashki të vendit, përfshi edhe Bashkinë e Kukësit, po zbaton prej tetorit të vitit të kaluar projektin Tikeranci bëu pjesë e vendimarrjes me mbështetje financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Sipas Erion Xhepës, menaxheri i projektit, qëllimi i tij është nxitja dhe forcimi i pjesëmarrjes së të rinjve në qeverisjen vendore dhe proceset demokratike, si dhe promovimi i shprehjes së tyre përmes arteve pamore. Ajo që ne duam synojmë është që nëpërmjet artit pamor, çdo i ri të shprehë zërin e tij, të shprehë ëndrat e tij, besimin, realitetin, rebelimin dhe ajo që kërkojnë ata nga shoqëria jonë. Në një farë mënyrë është të kapim zërin e tyre, t'i dëgjojmë këto zëra dhe sigurisht të përçohen në komunitetin ton lokal, por sigurisht edhe në pjesën tjetër që është në mbar Shqipërinë. Në kuadër të këtij projekti, në qytetin e Kukësit u zhvillua ekspozita rinore e pikturës me temë Të rinjt, aktivistë dhe demokracia. Dhe në fakt kjo gjë është një gjë e mirë sepse tregon që ata duan të dëgjohen. A ka pasur pengesa? Sigurisht që po. Ajo që ne synojmë është që në një farë mënyrë ata të mos monjanohen, ata mos ndihen në një farë mënyrë jo po themi për të tashmen, mos të ndihen në një farë mënyrë që nuk janë pjesë të ardhmes. Në këtë aktivitet morën pjesë shumë të rinj të gjimnazit të qytetit, të cilët sollën punime artistike me motive që pasqyrin angazhimin qytetar, shpresën dhe përgjegjësinë sociale të brezit të ri. Në fund të ekspozitës, për të motivuar pjesëmarrësit, u ndan edhe çmime simbolike për pikturat më të spikatura.